ne sot, dhe sot si kur zgjedhjet e kalume, hiqëm ala zgjedhjet që i patëm komunale në tetor, ishëm me votu bashkë me gjence në qendrën e votimit në Ulpian, saktësisht në shkollën Hasan Prishtina, po ashtu gjence ka ushtru të drejtën e votës edhe në zgjedhjet nacionale, në muajin shkurt të vitit e kaluar, dhe nuk kemi pasur asnjë pengesë. Dhe sot procesi votimit, gjenci ka votu, gjithçka ka shku në rregull. Sot na habiti shumë fakti që ku shkuam të votojmë, dhe sot ishëm ne 2 të gjencët edhe gjence, na u kërkuan dokumente mjekësore për gjence, në të kundërtën gjencët nuk ju lejoj e drejta e votimit. Edhe normal, këto kërkesa apo kjo procedurë e re për neve ishte shumë shqetësuese, edhe unë mendoj, jo vetëm që mendoj, po të u bazu në kushtetutën edhe në ligjet tjera në përgjithë, mendoj që kjo shkelje të drejtave të njeriut, edhe me njëherë kam reagu, realisht kam bërë edhe video aty në kiosk, gjitha i situatë për mu ishte shumë e paqartë, do thotë më pas edhe aty e pashë udhëzuesin që është publiku nga KQZ-ja, një udhëzues i cili ishte hartu tash në muajin nëntor, dhe një udhëzues i cili as nuk është ndarë, ne edhe jemi mësu, tash po flas në cilësinë e udhëheqës së shoqatës, zakonisht para çdo zgjedhjeve, KQZ-ja ka ndarë material me neve si shoqatë, ku ne këto materiale dhe i kemi ndarë me anëtarët tonë, të thotë sa i përket këtij udhëzuesi ne absolut kemi pranuar asnjë informatë nga KQZ-ja, dhe mendoj që të vazhdu në parimet e mbrojtjes së drejtave të njeriut, kjo që ka ndodhi sot është shkelje të drejtave të njeriut, do thotë komplet situata, diskutimet, më pas gjenset jeshte ju të votoj, do thotë me qenë se u bo një lajm reagimi të cilin e bëra unë në rrjetet e mia private sociale, por për mu është shumë shqetësuese sa them një veprim i tillë, një format e tillë, një jo profesionalizëm i institucioneve, sepse manualet e tilla nuk mund të hartohen sot dhe të hinë në fuqi nesër në ditën e zgjedhjeve, pa u njoftu qytetarët për se si e ke hartu manualin në fjalë.